Nuk e di Guida se si mund t'i marri parasysh për $3.000, mund them që edhe mund t'ula dhe të bëjnë një gjë në hell. Po pra, se duhet ta justifikoja atë $3.000 që ndani për thënë vërtetën. Nuk... Sigurisht është siguria që t'japin, sigurisht edhe vendet që krijojnë për të fjetur, që duhet kenë mendoj një kualitet, nuk e di, por kjo është vlera dhe deri në 2026 ishte përnotuar. Okej. Tjetër, çfarë ka bërë përshtypje në Vietnam? Ka bërë shumë përshtypje tuneli Kushi, shpresoj që unë ta prononcoj mirë fjalën, tuneli me cilën fituan edhe luftën kundrejt amerikanëve. Këto tunelet ishin tmerrsisht të vogla dhe duke qenë se vietnamitët janë në trup vegjël, kjo i bëri që të fitonin me Amerikën. Dhe siç e shikoni, tuneli këtu është krijuar vetëm për turistët, por është akoma më i vogël se kjo që shikoni ju këtu. Kishte shohur për pamjet. Po, ata kruseshin edhe hecnin. Janë të vegjël tua në përmasa trupore? Të shkurtër. Domethënë e sheqi janë të shkurtër? Po, duket kjo gjë, por edhe Guida e shpjegon që kur është krijuar ky tuneli asaj kohe, amerikanët nuk arrinin dot që të hynin. Në një nga videot që kanë vënë, është edhe pjesa ku është duke hyrë brenda një vajzë. Ata zhdukeshin në një sekondë, domethënë, krijonin këto si tip gropash të vogla, ku vetëm vietnamezët hynin. Një amerikan trup madh nuk hynte dot. E një lloj truku për të fituar luftën.